Çfarë është rapamicina? Rapamicina është një antibiotik i prodhuar nga disa baktere, të gjetur sepse jo më kote kam përmendur Peteratin tani dhe më parë, në episodin parshme kemi përmendur disa herë Peteratin, sepse ka qenë pjesëtar i grupit të shkencëtarëve që kanë qenë në Eastern Island ose ishullin e Pashkëve, ku legjenda, po jo thjesht legjenda, po ishin të provuara, që kishte vende ku çonin njerëz të smur dhe ata shëroheshin në këto vende. Dhe këto pikërisht për kësaj bimësie që kishte aty, ishin disa alga, disa baktere të cilat prodhonin pikërisht të substancë, të cilat ata e morën e sintetizuan dhe panë që ishte rapamicina. Dhe me zbulimin e rapamicinës u zbulua edhe rruga anabolike kryesore në organizëm që është mekanistik ose mammalian target of rapamicin. Është pikërisht një kompleks proteinik ku rapamicina vepron për të ngadalësuar proceset metabolike dhe është pikërisht ky efekt i rapamicinës që jep atë jetëgjatësinë, e cila në kuptimin e eksperimental, të themi, në kuptimin eksperimental në eksperimentet e bëra në kafsh është vërejtur që rrit jetëgjatësinë deri në 36% tek modelet animale. 36%, dhe ky është një premtim goxha i madh. Peteratia thotë që e ka eksperimentuar vetë si suplement. I ka rënë flokët, nuk e di ata li. E ka eksperimentuar, por flokët kishin rënë përpara se ta. Pra flokët nuk mbin, jon. Flokët nuk mbin. Okej, shumë interesante. Vetëm një pikë kam për të ngacmuar këtu. Kur the që çfarë bën ul metabolizmin? Po, ngadalson, më fal për termin, metabolizmin, a do thotë që na çon në fazë katabolike? Po. A ne nuk duam të jemi në fazë anabolike? Relativisht, po këtu tani problemi është që sa do ta uli, deri në çfarë niveli, jo nivelet papajtueshme. Okej. Shkojmë tek ajo, pra që thua ti, a do të jetosh çik më shkurt po si Luan apo do të jetosh pak më gjatë po si Breshk? Është vështirë për të kuptuar, por duhet ta analizuar me shumë komplekse. Është shumë kompleks. Është, po të them, në kuptimin kështu që është thelbi i çështjes, no? Okej. Teorikisht edhe praktikisht është. E di që është sepse aktivizimi i motorit apo çaktivizimi i motorit. Njëkohësisht edhe AMPK-s. Okej, ne duam të aktivizuar apo të çaktivizuar? Në periudha të caktuara të aktivizuar, në periudha të caktuara të çaktivizuar. Pra duhet kombinuar fazat e aktivizimit dhe çaktivizimit, që do të thotë respektivisht fazat e anabolizmit dhe të katabolizmit. Pra në ca momente duhet të jesh lart dhe disa poshtë. Po, pikërisht, ne nuk mund të jemi gjithkohës në anabolizëm. Se kjo mund të bëjë çfarë? Po sepse kjo mund të shojë në smundje, zhvillimin e masave tumorale të tjera. Nuk mund të jemi gjithmonë në fazën growth, në fazën e rritjes. Më kupton? Prandaj bëhet edhe fasin që ka këto përfitimet që bën këtë katabolizëm. Atëherë nëse ne do ishim vazhdimisht në një rrugë aktivizimi të motorit, atëherë autofagia nuk do zhvilloj kurrë. E qartë. Do ishim proces autofagie. E qartë.